E miq, ju përshëndes gjithëve dhe falenderoj Perëndin për secilin për jush që keni ndaluar në këtë lidhje së bashku online dhe fizikisht mund të jemi nga shtëpitë tona ose nga kafet ose duke ngar makinën, nuk e di se nga po na ndiqni, por do doja që t'ju inkurajoja sot, duke ju bekuar me fjalën e Zotit dhe duke ju uruar gëzuar vitin e ri 2026. Kemi hyrë në një vit të ri. Plotësisht fakt, jo vetëm viti i ri kalendarik, por viti i ri në fakt që edhe në vendosjen e qëllimeve, prioriteteve, gjërave, objektivave që duam që të arrijmë, trokim në këtë vit të ri. Dhe unë do të inkurajoj përpara se të bëjmë gjëra në këtë vit, do doja që ta hapnim zemrën tonë në këto minuta për të lejuar Perëndin të ndërhyjë brenda nesh. Para pak orësh kemi ngritur një pyetje në fakt në për social media tek faqja Instagramit kishës, edhe disa të rinj kanë komentuar dhe unë doja që ti përshëndes edhe jam plot mirënjohje në fakt se si Perëndia në stin të ndryshme na drejton ne për të marrë vendime të ndryshme dhe çdo ide, çdo koment patjetër që ka vlerë për shkak se vjen nga konteksti juaj. Po jetojmë në qendrën e Shqipëri, por në kontekste të ndryshme, në përstin të ndryshme jete. Dhe sot do doja në fakt që të mos ndalemi në komente, po të ndalemi në fjalën e Perëndis, për t'u inkurajuar nga fjala e Perëndis në këtë fillim viti. Tani, dua që të qartësoj pak. Po e nisim këtë vit të ri, ndryshe nga çdo vit tjetër në kishën tonë që është Qendra Agresiane e Durrësit. Çdo vit e kemi nisur mëngjes duke adhuruar Perëndin, duke dëgjuar nga fjala e Perëndis, por nga ana tjetër, Perëndia na drejtoi në këtë vit që siç drejtoi popullin e Izraelit, Mojsiu tha, Zot mos na nis që këtej në rast se ti nuk vjen me ne. Dhe Zoti tha, unë do të nis, por përpara se të nis, dua t'jap pushim. Tani, arsyeja pse ne kemi ndërprer çdo aktivitet në këtë fillim viti është se patëm një turbo mbyllje viti, nëse mund ta quaj kështu. Patëm një dhjetor të bekuar, por të ngarkuar pak nga ana fizike, të bekuar nga ana shpirtërore, ku kemi shpërndar, domethënë qindra pako, dhjetra, qindra familje janë bekuar, qindra fëmijë, adoleshent, pra ka qenë një mbyllje viti qindrash. Saqë nëse do më lejosh të flas, nuk kam fjalë ta përshkruaj sa i bekuar ka qenë ky vit që sapo lan pas. Edhe i sfiduar patjetër. Por doam ta nisim 2026 ndryshe nga çdo vit. Doam ta nisim me shabat. Duam ta nisim me kohë ku ne reflektojmë për jetën tonë personale, lidhjen tonë personale me Perëndin dhe më vonë gjatë gjithë vitit, patjetër, do qëndrojmë të lidhur së bashku me Zotin dhe me njëri tjetrin. Po fillimisht në këtë të diel duam të reflektojmë dhe të rilidhemi personalisht me Perëndin. Para pak orësh në mëngjes në rrjetet sociale ne kemi shpërndarë një pyetje, cila është mënyra më e mirë për ta nisur vitin 2026. Dhe disa të rinj guxuan që të komentojnë. Ndoshta të tjerë mund ta kenë parë postimin, kanë menduar, jam pak i stresuar, jam pak i friksuar të komentoj sepse palesi do më marrin komentin. Nuk ka komente negative, nuk ka komente që do t'i prezantojmë këtu absolutisht jo, por sot do të fokusohemi në fjalën e Perëndis. Çfarë thot Perëndia se cila është mënyra e duhur për ta nisur vitin, sidomos vitin 2026, ku ne sapo kemi hyrë. Edhe në fakt, duke qenë që Perëndia është i përjetshëm, dje, sot dhe përjet, ne duhet të shkojmë tek ai për ta pyetur si ta nis vitin 2026. Sepse ai është jashtë kohë, ai është i përjetshëm, ai është krijuesi i ku do ndodhur. Edhe unë do të inkurajoj me diçka që ka prekur zemrën time, gati që i rikthejmë minimalisht një herë në vit. Fjalëve të urta 4:23. Më pëlqen shumë të studioj fjalët e urta në çdo vit, edhe sidomos vargu 23 kapitullit 4. Kështu që do ndajmë ju vetëm një varg, e di që mund ta keni dëgjuar shumë herë, por do doja që të ndalojmë sot në një zbulesë të re. E dini se çfarë ndodh me ne kur ne familiarizohemi shumë me disa vargje të Biblës? Janë pikërisht ato vargje që ne nuk i kuptojmë. Më thoni një varg që ti e din shumë mirë dhe po të kërkosh informacion tek ai vargu, ndoshta nuk e gjen dot sepse ti e din shumë mirë. Po të pyesësh frymën e shenjtë Zotit, frymëzuesin e shkrimit, se cila është zbulesa në këtë varg që unë di mirë, jam i bindur që Perëndia do të shojë më thellë. Dhe unë lutem, në këto minuta që jemi bashkë, këtë varg që ne e dim shumë mirë, të mund ta njohim shumë mirë. Kështu që sot do të njohim vargun Fjalët e urta 4:23.
Aty thuhet kështu: ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse prej saj dalin burimet e jetës. Tani, në këtë mesazh Perëndia në fakt dëshiron të na jap shpresë ne, por nga ana tjetër edhe të na ndihmojë që përpara se të bëjmë plane jashtë me jetën tonë, duam që të shohim brenda çfarë Zoti kërkon që të investoj brenda ne, çfarë restaurimi Zoti kërkon. E diela e fundit e vitit, e diela e kaluar nëse e mbani mend, kemi folur duke parë një imazh profetik, duke zbërthyer një vizion profetik që Perëndia na dha, të një prushi, të një cope pra një thëngji, e cili ishte mbuluar nga hiri, ndoshta nga gjërat që kishte kaluar jeta jonë në këtë vit. Kemi pas zjarrin e Zotit, e donim Zotin, e duam Zotin, por kemi pas nevojë për një shkundje të butë nga ana e Zotit. Dhe në këtë vit Perëndia po vazhdon sërish të na inkurajojë që ai dëshiron ta vazhdoj procesin e restaurimit përpara se të merret me jetën tonë, të punoj në jetën tonë brenda, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani, le të hyjmë tek vargu. Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Tani, fjala zemër këtu i referohet njeriu ton të brendshëm, njeriu tënd të brendshëm, njeriu tim të brendshëm. Dhe nuk ka të bëjë me zemrën kardiake, po me zemrën frymërore. Shpeshherë kur Bibla flet për zemrën e njeriu, gjithmonë flet për njeriu e brendshëm, jo për zemrën fizike. Dhe tani, nëse don ta them më hapur, sot do flasim për shpirtin. Pra Zoti Perëndi sot dëshiron t'i flas shpirtit ton për ta bërë gati për 2026. Ajo çfarë do të në fakt që t'inkurajoj në këtë mesazh thjesht dhe praktik është që do t'i përgjigjemi bashkë 3 pyetjeve. Është një mesazh sa i thellë frymërisht për të kuptuar që është personalisht nga ana e Zotit për ne, si një ftesë zemre që ne ta hapim zemrën tonë për ndërhyrjen e frymës së shenjtë. Nga ana tjetër, është një mesazh praktik për shkak se do i përgjigjemi 3 pyetjeve. Çfarë do të thotë që ta ruash zemrën tënde? Pse është kaq e rëndësishme ta ruash zemrën tënde? Dhe praktikisht pastaj pyetja fundit, si ta ruaj zemrën time? Pra si ta ruash ti zemrën tënde dhe unë zemrën time? Tani shkojmë bashkë te pyetja e parë, le të fillojmë. Ruaje zemrën tënde. Pika e parë është ruaj, pra Perëndia po na thotë ne, po ta lexojmë vargun, ruaje zemrën tënde. Tani duket qartë që Perëndia po na jep një urdhërim çdo besimtari. Ai po i thotë ruaje zemrën tënde, pra që të bëhemi, po na nxit ne që të bëhemi ekspert të ruajtjes zemrës tonë. Tani, ne që kemi ndoshta persona që duhet kujdesen, pra nëse je kryefamiljar, ke edhe të drejtën fizike, emocionale, shpirtërore që ta ruash familjen tënde. Nëse ke, një kafshë shtëpiake, ti ke përgjegjësinë që të kujdesesh. Unë kam peshë në shtëpi. Nuk është jam ekspert peshish. Domethënë, mi dhuruan edhe ndonjëherë harroj që t'i ndroj ujin. Pra nuk jam shumë jam duke mësuar si t'i ruaj peshqit. Dikush që ka kafshë të tjera mund të jetë ndoshta më ekspert se sa unë, por kur vjen puna tek zemra jonë, besoni, duhet të mësojmë si të jemi ekspert për të ruajtur zemrën tonë. Në 2025 kam parë njerëz të ndryshëm që janë ekspert në të bërë thashë theme për tjerët. Janë ekspert për të kujdes për jetët e tjerë, për çdo detaj, për çdo gabim që ata bëjnë, i korrigjojnë në mënyrë radikale dhe me Bibël kokës. Por e dini se ku dështojnë ata? Ose ne ndonjëherë, ne dështojmë tek ruajtja, kujdesi për zemrën tonë, për jetën tonë shpirtërore. Edhe në fakt, nëse mendojmë për një fermer që ka një tokë, ai në fakt e don që të jetë pjellore ajo tokë, të jetë e frytshme ajo tokë. Por fermeri i mirë është ai që përpara se të mbjell, ai heq gurët, pastron tokën, pastaj mbjell farën e ujit, kujdeset, e forcon me kunja ato filizat e vegjël që kanë nevojë për strukturë, për formë, për forcë. Edhe kështu ai kujdeset dhe në fund e kordhe edhe mbledh në ambar. Kurse një fermer i keq do ishte një person, pra i keq dhe shpirtëror nëse mund ta quaj, do ishte një person që e mbjell farën pa kujdes për tokën, pa e pastruar tokën, e mbjell farën dhe ulet pastaj në hijen e një peme dhe për një vit atje pret edhe lutet që Zoti kujdese dhe ta bëjë të frytshme. A mendoni se ky fermer i dytë do marrë të korra? Unë besoj që jo. Pse? Sepse duhet të bashkëpunojmë me Perëndin. Ne duhet të punojmë
dhe t'i besojmë Perëndis që kur mbjellim, ai e rrit edhe e bën të frytshme. Edhe unë lutem që kjo të jetë lutja e secilit për nesh në këtë vit të ri 2026, të bashkëpunojmë me Perëndin. Ta falenderojmë Zotin për jetën në këtë vit 2026, por të bashkëpunojmë me Perëndin teksa ai ndërhyjnë mbjell vlera tek ne. Ne të japim hapësirë Perëndis të ndërhyjë brenda nesh, përpara se ta fusim Perëndin në planet tona, duhet të jemi ne të hapur për të futur veten tonë në planin që Zoti ka për ne në 2026, për shkak se ai mban 2026 në dorë. Ne jemi sot është data 4, ai mban të gjithë vitin, gjithë jetën tonë deri në përjetësi, mban në dorën e tij të gjithë dishme. Kështu që duhet t'i besojmë Perëndis. Më pëlqen ky varg e parë nga një këmbvështrim apo një përkthim tjetër. Për një përkthim tjetër thotë mbroje zemrën tënde. Perëndia i thot bive përmes mbretit Solomon, autorit pra që ishte i frymëzuar nga Perëndia për të shkruajtur psalmet, për të shkruajtur fjalët e urta. I thotë që mbroje zemrën tënde. Pra përdor një term ushtarak dhe ata që kanë bërë ushtri e dinë mirë çfarë do të thotë ta mbrosh zemrën apo ta mbrosh diçka me vlerë, sepse kanë pasur gjëra me vlerë kur kanë qenë në shërbim me armë në dorë. Ne që s'kemi bërë ushtri, ndoshta e kemi me të dëgjuar, paktën kemi prindër që kanë bërë ushtri. Pra Perëndia të fton ty dhe mua në këtë vit 2026 që ne të bëhemi rojtarët ekspert të zemrës tonë më shumë se çdo person tjetër, sepse askush nuk mund ta ruajë zemrën tënde dhe timen më mirë se nga ç'mund ta ruajmë ne vetë zemrën tonë. Shumë e rëndësishme. Pyetja e dytë që ne do të shohim sot është pse ta ruaj zemrën time? Pse? Çfarë rëndësie ka? Le të lexojmë pjesën e dytë vargut. Pra, pjesa e parë e pam, ruaj zemrën tënde me shumë kujdes, dhe pjesa e dytë të thotë sepse nga ajo ose prej saj dalin burimet e jetës. Dhe tani me fjalë tjera, që ta themi thjesht. Gëzimi, kënaqësia, forca, kurajo, vullneti, inkurajimi, dashuria dalin nga zemra jonë jashtë. Pra, nuk është që thjesht ne ndikohemi nga rrethana tona, por ne burime shpërthejnë nga zemra jonë për të ndikuar rrethana tona jashtë. Edhe shpresoj që kjo ka kuptim dhe po kapet nga secili prej nesh. Pra, Perëndia dëshiron që ne të kuptojmë rëndësinë që ka zemra jonë dhe pse duhet ta ruajmë zemrën tonë, sepse nga ajo thot Bibla dalin burimet e jetës. Pra, buron nga brenda jashtë. Dhe unë lutem që familja jote në këtë vit do ndikohet nga burimet e jetës që Zoti do nxjerr nga zemra jote jashtë. Kolegët e punës tënd do të bekohen nga burimet e jetës që Zoti do nxjerr nga zemra jote jashtë. Po fillimisht Zoti dëshiron që të ndërhyjë tek jeta jote dhe tek jeta ime në këtë të diel të parë, në këto ditë të para të këtij fillimi viti. Tani, një pyetje në fakt që mund të mendojmë shpesh është disa gjëra në fakt që nëse do jemi të sinqert me veten në këtë fillim viti, mund t'i kemi menduar ndryshe. Dikush mund ta ketë nis vitin 2026 duke menduar, nëse do të kisha një punë të mirë, do të isha më mirë. Do isha më i kënaqur. Dikush tjetër thotë se do kisha më shumë financa, do isha më i kënaqur për 2026. Dikush mund thotë nëse do të jetoja në një vend tjetër jashtë Shqipërisë, gjë që është okay, patjetër, nuk do të fajsojmë asnjë person që jeton jashtë, dhe lavdi Zotit, nëse Zoti ka thirrë jashtë, lavdi Perëndis. Por dikush tjetër mund të jetë në Shqipëri ose mund të jetë jashtë edhe ende nuk është i përmbushur me jetën e tij. Po kërkon qëllimin e jetës, njoh miq që po shkojnë nga shteti në shtet, vetëm për të kërkuar qëllimin e jetës dhe nuk po e gjejnë dhe kthehen sërish të lënduar. Njoh njerëz që kanë shkuar dhe po integrohen dhe lavdi Perëndis e kanë gjetur qëllimin e jetës tyre që është të njohësh Zotin dhe ta bësh atë të njohur. Në fakt dikush tjetër thotë që po të kisha talentin, dhuratën, aftësinë që Zoti i ka dhënë dikujt tjetër, do isha më i lumtur. Edhe kështu duke parë gjërat që nuk ka rreth ti, harrojmë se çfarë thesaresh Perëndia dëshiron të rrisë brenda nesh dhe përmes nesh të ndikojë rrethanat jashtë. Pra duke sikur e kemi kuptuar këtë parim biblik mbrapsht, edhe gjithë jeta na shkon mbrapsht. Prandaj Perëndia dëshiron të na kthej parsh në këtë fillim viti, që gjithë 2026 të na shkojë në drejtimin e duhur. Për shembull,
si ta nis 2026 mbrapsht. E thash parë, për ta nisur mbrapsht është që ti bën plane dhe i futi lutje si një recetë, i futi lutje në fund, Zot, bekoj planet e mia, bëj të suksesshme. Amen. Kjo është ta nisësh mbrapsht, ta fusësh Zotin në një kuti, në planin tënd. Edhe e dini se çfarë thot personi më i mençur në tokë, Solomoni, ai thot, ai ndërtoi tempullin në një moment dhe tha, Zot, prit pak, bëm pak llogarit tani. Un kam ndërtuar një tempull, po nga ana tjetër, ty nuk të mban dot qielli, thot. Si ka mundësi që mund të banosh me popullin tënd në këtë tempull? Pra, ishte jashtë logjike nga ana njerëzore. Pra nuk mund ta fusim ne Zotin në planet tona. Ai është shumë i madh se planet tona. Por çfarë mund bëjmë ne? Ne mund të heqim dorë në farë mënyrë nga jeta jonë dhe të dorëzohemi në planin që Zoti ka për jetën tonë. Dhe ky plan jo vetëm që kënaq zemrën e Perëndis, po është dhe për dobinë tonë, sjell kënaqësinë edhe begatin tonë, për shkak se është plan që kënaq Zotin edhe është për bekimin tonë, sepse Zoti është Zot bujar që dëshiron të bekoj këdo që i jep hapësirë, madje të shpëtoj këdo që sot ende nuk e njeh Zotin Jezus. Pra, burimet e jetës nuk vijnë domosdoshmërisht nga martesa, nuk vijnë domosdoshmërisht nga puna e mirë, nuk vijnë nga tetuarit brenda apo jashtë Shqipërisë, nuk vijnë madje as nga shërbesa që ne bëjmë për Zotin. Vijnë nga njoja e Zotit, vijnë kur ne lejojmë Perëndin të restaurojë zemrën tonë, motivet e zemrës tonë, që nga ajo të dalin burimet e jetës. Kur zemra është në rregull, burimet e jetës do të jenë të udhëhequr nga Perëndia. Nëse zemra ka motivet e gabuara, çdo gjë tjetër do bëhet me tendencë për fitime personale dhe jo nderimi të Zotit apo impakt në jetë të tjerë njerëzish. Në fakt, diçka tjetër që unë do doja që të ndaloj me ju është pika e tretë dhe e fundit. Pra do dalim tani në hapa praktik dhe unë lutem vërtet që këto hapa praktik mos jenë thjesht teori për ne, por të jenë hapa praktik që dalin nga fjala e Perëndis që ne do të shohim tani, që do të na bëjnë ekspert të këtë vit. Nuk dua të përdor termin fanatik, po ekspert serioz për të kujdesur, për të ruajtur zemrën tonë. Ai sa varet nga ne. Pjesën më të madhe e bën Perëndia. Bibla thotë që nëse ai nuk ruam, nuk ka të lodhen rojat. Nga ana tjetër, duket si paradoks, po nga ana tjetër, Perëndia na fton ne ta ruajmë zemrën tonë. Mos bëjmë si ai fermeri që morëm shpar shembull që thjesht mbjell fare aty dhe nuk kujdeset fare pastaj për tokën, thjesht lutet Zotit që të mbi dhe të jap fryte. Jo. Ne duam të bashkëpunojmë duke bërë 100% punën tonë, duke besuar që Perëndia është serioz kur ai premton, ai e përmbush 100% atë çfarë ai ka premtuar. Pika e tretë dhe e fundit është si ta ruaj zemrën time. Si ta ruash zemrën tënde? Dhe do doja të ndaj me ju 5 hapa praktik të nxjerra të dala nga fjalët e urta 4:23. Pika e parë, si ta ruaj zemrën time praktikisht është pra ruaj, vëzhgo. Pika e parë është vëzhgo. Vëzhgo zemrën tënde. Në fakt unë do doja që t'inkurajojë që her pas here duke qenë që zemra ndikohet kaq lehtë thot Bibla tek ose gënjehet kaq lehtë thot Bibla tek Jeremia, mashtrohet kaq lehtë nga gjërat që përballemi në jetën tonë, të tundohemi, na duket kjo e mirë, më e mirë se kjo tjetra, e kështu me radhë, kjo punë më e mirë se kjo puna tjetër, ky vendim më i mirë se ky vendimi tjetër. Duke qenë që gënjehemi kaq lehtë, duhet ta vëzhgojmë vazhdimisht zemrën tonë. Jo ta shohim një herë në vit, jo vetëm fillim viti. Duhet ta vëzhgojmë vazhdimisht, siç vëzhgojmë kroskotin kur ngasim makinën. Tani nëse ti shikon kroskotin vetëm kur nisesh për të arritur tek destinacioni yt, rrugës mund dalin llampa të ndryshme. Edhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm sepse llampat, sidomos llampat e kuqe, vijnë sinjale drejt për drejt nga motorri. Dhe nëse ti dhe unë i injorojmë, makina mund të ketë probleme serioze rrugës dhe ndoshta mund të mbasim destinacionin ose mund të rrezikojmë për një aksident. Dhe unë doja që në këtë fillim viti ta vëzhgosh vazhdimisht, të rikthehesh, ta detoksikosh vazhdimisht zemrën tënde nën dritën e fjalës Perëndis, duke parë se si duket zemra jote. Tamam sikur se shohim kroskotin. Edhe në fakt fjala Perëndis na mëson ne që teksa e vëzhgojmë zemrën tonë, ne duhet të kujdesim dhe ta ruajmë.
ta ruajmë fjalën e Perëndisë në zemrën tonë. Dhe kur ruhet fjala e Zotit, Bibla thot tek Psalmi 119 vargu 11. Aty thuhet kështu: e kam ruajtur, thot Davidi, e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, sepse domethënë pra ai e kupton domethënë se sa e rëndësishme është ta ruash fjalën e Perëndisë në zemrën tënde, që të mos më katoj, thot pjesa B e vargut, që mos më katoj kundër teje. Pra teksa unë e vëzhgoj zemrën time, nuk mjafton vetë të vëzhgimi, por unë duhet ta ruaj, ta njoh fjalën e Perëndisë, ta ruaj në zemrën time gjithashtu, me qëllim që vëzhgimi i zemrës time të jetë një vëzhgim me syt e Perëndisë, pra me syt që unë dua ta vëzhgoj dhe ta ruaj zemrën time. Dhe si mund ta ruaj zemrën time? Duke ruajtur fjalën e Perëndisë brenda me, që mos më katoj kundër teje. Pra, kështu e ruaj zemrën time. Ti e ruaj zemrën tënde duke mos më katuar kundër Zotit, sepse çdo gjë, çdo mëkat që ne bëjmë, ne devijojmë nga ajo çfarë Zoti na ka thirrur që ta arrijmë me jetën tonë. Është shumë e rëndësishme. Fjala mëkat përkthehet shqiptare devijim. Devijim, pra kur ne mëkatojmë, ne devijojmë nga ajo çfarë jemi thirrur të rrokim me jetën tonë. Në fakt, përpara se të arrit tek hapi i dytë praktik, doja që të mendosh për kroskotin e zemrës tënde teksa e vëzhgon vazhdimisht her pas here në këtë vit. Ndoshta 2026 disa prej nesh mund të jenë disa drita llampa të kuqe në kroskotin e zemrës tonë. Siç nizën te makina ime, shpesh un kam një Ford Focus që kam shpenzuar shumë fakt duke e mirëmbajtur për shkak se ndizën llampa vazhdimisht. Edhe i kam pak xhelozi ata që ka makina kështu Mercedes, që janë pak më të fortë se Fordi, po për shaka. Por zemra jon, ndoshta disa nga llampat alarmante që vijnë nga motorri, nga zemra në kroskotin ton, mund të jenë frika, krenaria, lakmia, viktimizimi, vazhdimisht ankohemi për gjëra që s'kemi dhe kur kemi nuk kemi mirënjohur Zotit. Pra mos mirënjohja mund të jetë një nga llampat alarmante të kroskotit zemrës tonë që duhet merremi. Mburrja, inati, ka njerëz që kanë mendime negative për Zotin, të tjerë thonë Zoti mban me hatër këtë personin tjetër, dikush thotë Zoti s'po më gjon lutjet. Edhe atë çfarë do që t'inkurajoj është që madje nëse ndjen ftohtësi në adhurim në këtë vit, nuk është se prezenca e Perëndisë nuk është vërdall, po ndoshta këto janë sinjale, gjithë që përmenda janë sinjale si llampa të kuqe nga motorri, nga zemra jon, që duhet t'i shohim kur ne vëzhgojmë zemrën tonë, edhe të merremi me çdo detaj, duke i kërkuar Zotit ndihmë që të punoj brenda nesh. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Pra, mos jemi në këtë vit hipokrit me veten tonë, duke bërë, domethënë duke u hequr sikur çdo gjë është mirë brenda nesh. Sepse secili prej nesh, edhe unë, edhe ti, ne e dim se cilat janë gjërat që ne nuk po bëjmë sipas asaj që Zoti pëlqen. Cilat janë gjërat që neve na tundojnë, na japin kënaqësi të përkohshme, por që ne e dim mirë që këto nuk janë të pëlqyeshme për Perëndin. Dhe nëse nuk e vëzhgoj zemrën time me sinqeritet, mund të jem hipokrit në vitin 2026, duke ignoruar sinjalet, edhe kështu mund të humbas destinacionin, qëllimin që Zoti ka për jetën time, dhe unë lutem që askush mos e humbas në vitin 2026. Duke vëzhguar zemrën tonë, zemra kthehet pastaj si një hidron që tral jetën, sepse nga ajo dalin burimet e jetës që ndikojnë dhe familjen tonë. John Calvin thot, mençuria ndahet në dy pjesë. Ai thot, pjesa e parë është të njohësh Zotin dhe të njohësh veten, patjetër në Zotin, shumë e rëndësishme. Pra, pika e parë është ruaj, vëzhgo praktikisht zemrën tënde në 2026. Pika e dytë është hetoje, ta hetojmë veten tonë vazhdimisht për shkak se siç folëm zemra janë gënjehet lehtë. Pali i thot kishës në Galati, te Galatasit 5:7. Aty thuhet kështu. Pra, ai thot juve vraponit bukur, kush ju pengoi që të mos i bindeni të vërtetës. Pak më parë i thot Galatas të marr, pra kush ju yshti, kush ju shmangu, kush ju averboi syt që të shmangeni nga bindja e së vërtetës. Kur mendojnë jetën tonë se çfarë fjalësh Zotit do t'i drejtonte jetonit në fillim të këtij viti apo jetës tënde, ndoshta mund të më thonte,
ti ishe mirë, ishe i krishterë që po eci përpara, ishe person që po rriteshe, kush të pengoj, kush ta hoqi këtë zjarrin, kush të vaku, kush të ftoi në besim, kush të shmangu nga njohja e së vërtetës, kush të largoi nga koha personale me mua, kush ta mori kohën e kështu me radhë, pra sakrifikohej shumë përpara, tani mezi e gjen kohën personale me mua. Kam ndryshuar unë apo ti ke ndryshuar prioritetet? Unë besoj që Zoti nuk ka ndryshuar, por ne kemi ndryshuar prioritetet tona. Ne e lejmë takimin me Zotin për pastaj, për më vonë. Nëse kjo ka ndodhur në 2025, të lutem, vendos prioritetet para. Pra vendos prioritetet në këtë vit, vendos Zotin pari, kërkoni mos pari mbretërinë e Perëndisë dhe gjithë tjerat. Bibla na mëson që do të vinë shtesë. Pra mos kërkojmë shtesat dhe pastaj mbretërinë e Perëndisë. Është shumë e rëndësishme miq që në këtë vit të hetojmë zemrën tonë duke vendosur prioritetet në linjën e duhur. Tek Psalmi 139 vargu 23 dhe 24, psalmisti thot: "Më heto o Zot dhe njeh zemrën time, më provo dhe njeh mendimet e mia dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe." Tani, si mund ta kuptoj nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe, nëse unë nuk ndalem në këtë jetë të shpejtë, dhe pse ka 24 orë, duket e shpejtë për shkak se me çast e keni mbush. Si mund ta kuptoj unë nëse unë nuk ndalem dhe ta hetoj zemrën time? Edhe ta hetoj duke i lënë Perëndis hapësirë, ta hetoj ai zemrën time, dhe të provoj dhe të njoh mendimet e mia, dhe të shikoj nëse ka ndonjë rrugë të keqe dhe të ma ekspozoj që unë të shkoj tek pika e tretë. Pika e parë është vëzhgo, pika e dytë praktikisht është heto. Hetoje veten. Pika e tretë është rrëfe. Pasi ke hetuar veten, pasi ke parë brenda teje dhe brenda meje unë, rrëfe. Rrëfe gjëra me sinqeritet që nuk duhet të jenë aty. Rrëfimi është tamam sikur ne heqim gur nga zemra jon për t'i dhënë më shumë hapësirë Perëndis të mbjellë gjëra me vlerë në jetën tonë. Pika e tretë është rrëfe dhe kam bazuar tek 1 Gjonit 1:9, po ti rrëfej mëkatet tona. Ai është besnik dhe i drejtë, na fal mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. A nuk është e mrekullueshme teksa ndalojmë në këtë fillim viti të rrëfejmë gjëra që ndoshta pa dashje i kemi marrë me vete nga 2025. Vese, zakone, ndoshta rutina që nuk kishin të mira, linjë prioritetesh, duke vendosur Zotin të fundit edhe jo të parin. Ndoshta marrëdhënie të thyera që i kemi marrë nga 2025 dhe sot jemi ende me marrëdhënie të thyera me një tjetrin ose me familjar ose me njerëz të ndryshëm. Të lutem, mëkate që i kemi bërë dhe vazhdojmë i bëjmë, pra ti rrëfejmë përpara Perëndis. Dhe Bibla premton që ai është besnik dhe i drejtë, jo vetëm të na fal, por na pastroj nga çdo paudhësi. Pika e 4. Pika 4 pas rrëfimit është përveshësh mëngët e ty punës. Pika 4 është përkushtimi. Të përkushtohesh. Çfarë do të thotë kjo? Përkushtohesh për shkak se Perëndia do dëshiron që të mbjell vlera brenda teje dhe ti duhet që ti kultivosh këto vlera, edhe unë ti kultivoj. Ku? Në familje, në kish, në shoqëri, në punë. Pra duhet përveshim mëngët që të përkushtohemi që ti reflektojmë këto vlera jashtë. Edhe këto vlera në fakt i gjejmë në fjalën e Perëndis tek Galatasit 5:22. Pasi ne kemi rrëfyer mëkatet tona, ai është besnik të na restauroj. Pika 4 është, siç po flasim, është përkushtimi. Pra unë duhet që ta reflektoj jetën time tani të ndryshuar në 2026. Galatit 4:22 thuhet: dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërsia, mirdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli janë gjëra që është fryti i frymës që duhet të reflektohet. Pra është fryt që duhet të duket. Jo si pema e fikut ku Jezusi shkoi, ju afrua dhe s'kishte kokër fiku atje, kishte vetëm gjethe. Unë lutem që nëse 2025 ndoshta për disa prej nesh ka qenë vit i vështirë, vit që nuk kemi pas frytet që ëndrronin të kishim, viti 2026 në emrin e Jezusit të jetë për secilin prej nesh viti i frytshmërisë,
ku jo vetëm do të kënaqemi me çfarë Perëndia do të bëj, por njerëzit rreth e qark nesh do të shohin dashurinë të reflektohet, gëzimin të duket, gëzimi vërtet, jo ai gëzimi falso në fasad. Do të shijojnë paqen e Perëndis, do të shijojnë mirëdashjen, do të shijojnë zemërgjërsinë tonë, bujarinë tonë, mirënjohjen, besimin tonë, edhe në kostuisht, do të shijojnë zemërbutësinë tonë. Madje në situata të vështira do t'i kërkojnë frymës së Shenjtë të na mbajnë në vetë kontroll, të na mbajnë të kontrolluar, të disiplinuar. Një përkthim është disiplinuar për gjërat që Perëndia dëshiron të arrijë përmes jetës tonë, për lavdinë e tij dhe për përfitimin tonë. Mund t'i shtojmë ndoshta vlera tjera vetes tonë në këtë vit, duke u përkushtuar në falje, në kuraj, në pasion, në inkurajim ndaj njëri tjetrit, duke i kënduar, thot Bibla, njëri tjetrit këngë, himne, psalme, duke frymëzuar, duke i dhënë zemër njëri tjetrit në këtë vit 2026. Pika e fundit, përpara se ta mbyllim, pika e fundit është mbështetu në Zotin, ose beso. Nëse do të dëshiron të mbash shënime, ndoshta mund të mbash shënim vetëm beso. Pra, këto 5 hapa praktik, unë do doja vërtet që ti besojmë Perëndish bashkë. Pra hapa praktik që her pas here ti rikthehemi si ta ruaj zemrën time, është duke e vëzhguar, duke e hetuar, duke rrëfyer, duke qenë i përkushtuar dhe duke besuar në Zotin, duke u mbështetur në Zotin, që atë çfarë nuk e bëj dot vetë o Zot, dhe pse do jap më të mirën time, duke u ruajt zemrën time si jeton, ose secili për jush mund ta keni si lutje për veten tuaj, do të jemi përkushtuar, por dua të besoj, dua të mbështetem dhe tek ti, që gjërat që si bëj dot vetë, do t'i arrij me ty. Amen. Miq, më lejoni që të lutem për këdo që në këtë vit të ri ndjehet mirë, që t'jesh mirënjohës Perëndis për këtë gjë, nëse në këtë fillim viti ndjehesh i lodhur, që Perëndia të restauroj ty, nëse në këtë fillim viti ndjehesh i pasigurt për vitin e ri, unë dua që të mbështetesh në Zotin, që ai mban gjithë 2026 deri në përjetësi në dorën e tij dhe në kontroll plot. Dhe gjithçka që është në kontrollin e Zotit nuk del kurrë jashtë kontrollit. Lejoni të lutem për ju miq dhe të bekoj vitin e ri që është përpara nesh. Perëndi shenjtë në këto minuta Zot që jemi inkurajuar nga vetëm një varg në këtë fillim viti, nga fjala jote, për të na bërë ne ekspert të ruajtjes zemrës tonë në gjithë vitin, përpara se të merremi me rrethanat apo me objektivat që kemi për 2026. Zot japim ty hapësirë, sidomos në këtë ditë, në këtë ditë fillim viti 2026. Japim ty hapësirë Zot. Zot Jezus, ndërhyj tek jeta jonë. Ndërhyj tek ata që nuk njohin ty, që të njohin ty si Zot dhe shpëtimtar. Ndërhyj Zot tek ne që të njohim ty, por ndoshta kemi lënë të dytin dhe gjëra Perëndi shenjtë kemi vendosur gjëra tjera përpara teje. Zot, na ndihmo të lutem që të vendosim mbretërinë tënde të parën dhe çdo gjë tjetër Zot ta vendosim sekondare, ta vendosim dytësore Zot në emrin tënd shenjtë. Zot, beko çdo person që ndjehet i lodhur, restauro forcën fizike, shpirtërore. Çdo person që mund të ketë humbur Zot forcën, kurajën, vullnetin, Zot jepi forcë, kuraj, vullnet, ripërtëri Zot, restauro zemrën tonë Zot në emrin tënd shenjtë. Zot, na jep forcë për të falur këdo që na ka lënduar në 2025 padrejtësisht. Edhe na fal Zot për këdo që kemi lënduar me dije apo pa vetdije në 2025. Zot Jezus, çdo mëkat Zot që nuk ta kemi rrëfyer ende, sot tani mund të jetë momenti që ne ta rrëfejmë ty. Çdo marrëdhënie të thyer Zot, forcoje, Perëndi im shenjtë, dhe unë lutem Zot ta bëjmë mirë menaxhues të kohës, për të nderuar ty dhe për të mos i vjedhur kohën njëri tjetrit. Në emrin tënd shenjtë Zot, ne të bekojmë ty dhe lutemi për një njohje të thellë midis nesh dhe teje Zot, njohim ty më mirë edhe të bëjmë ty të njohur jashtë. Në emrin tënd shenjtë bekojmë Zot. Amen. Amen. Miku im, kesha ime për dia të bekoj, edhe lutem që të bashkohesh me kishën tonë fizikisht dhe online çdo diel në orën 10 mëngjesit në kishën që qendra kristiane e Durrësit. Në të diellat në vijim do të flasim për vizionin e ri që Zoti ka për 2026 në kishën tonë. Është një vit fakt shumë i veçantë për ne, ka ndodhur shumë ndryshime dhe një nga festimet më të mëdha që kemi në këtë vit është 30 vjetori i kishës tonë. Festojmë 30 vjetori në 2026, 1996 ku kisha qendra kristiane u mboll dhe sot ne jemi në 2026. Pra do të përgatitemi për të festuar dhe për të parë ndryshimet
e mëdha që Perëndia do bëj në ne dhe përmes nesh për të ndikuar sa më shumë në jetë njerëzish në 2026. Perëndia t'ju bekoj, qëndrojmë të lidhur me njëri tjetrin. Bekime.